Moderatora e njohur Arbana Osmani, edhe pse prej vitesh është larguar nga televizioni, ku hodhi hapat e para, vazhdon të jetë mirënjohëse për gjithçka që ka mësuar dhe hapat që ka hedhur në këtë televizion. Së fundmi, Arbana ka publikuar një postim të ndjerë për themeluesin e Top Medias, Dritan Hoxhën, duke kujtuar me respekt dhe dashuri. Në mbishkrimin e fotos, ajo shkroi se do të jetë përgjithmonë mirënjohëse. Ky gjest i saj ka ngjallur reagime të shumta, pasi shumë ndjekës dyshojnë se Arbana mund të jetë në prag të një rikthimi në shtëpinë mediatike, ku hodhi hapat e parë në karrierë, por nga deklaratat dhe intervistat e saj të fundit, ajo ka zbuluar se nuk dëshiron të rikthehet në televizion, dhe se televizioni tani më ka ndryshuar komplet rrjedh, duke u kanalizuar më shumë në rrjetet sociale, ku në platformën YouTube ajo vazhdon të publikojë intervista me artistët më të spikatur, ku na duhet të themi se numëron miliona klikime. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Arbana Osmani dhe regjizori Eduard Grishaj janë një çift mjaft i dashur për publikun, si në punë, por ashtu edhe në jetë.